Sektori për punë të brendshme në Tetov është institucioni i radhës për të cilin hapet çështja e diskriminimit etnik ndaj shqiptarëve. Partia e Ahmetit, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka reaguar se në këtë institucion janë avancuar 12 Maqedonas dhe vetëm një shqiptar. Por një gjë të tillë e mohoi zëvendësministri i Brendshëm Astrid Iseni. Ai theksoi se për 11 muaj në sektorin për punë të brendshme në Tetov janë bërë 32 avancime dhe 5 punësime të reja dhe se të gjithë janë shqiptar. Ai tha se në Tetov janë bërë 18 avancime dhe 3 punësime me kontratë dhe në Gostivar 15 avancime dhe 2 punësime. Avancimet janë të natyrës së udhëheqësve të sektorit, inspektor të kriminalistikës të gjitha rangjeve, komandant të njësive policore dhe kryeshef të departamenteve. Të gjithë janë shqiptar, por ata nuk e kanë dertin e shqiptarve. E dim gjithë dhe besoni se s'ka pasur kur avancime më shumë për kaq periudhë të shkurtër kohore, por do t'i postojmë së shpejti të gjitha, tha zëvendësministri i Brendshëm Astrid Iseni. BDI ka shprehur shqetësim mbi punësimet dhe avancimet e fundit në kuadër të sektorit për punë të brendshme Tetov, përkatësisht në njësinë për policinë kriminale. Sipas të dhënave të siguruara, nga konkursi i fundit i brendshëm janë avancuar 12 të punësuar të përkatësisë maqedonase dhe vetëm një shqiptar, çka përbën një disproporcion flagrant dhe diskriminues në përfaqësimin etnik, than nga BDI. Ata kërkojnë që të shqyrtohen të gjitha vendimet e marra në këtë konkurs nga Ministria e Punëve të Brendshme, të bëhet transparencë plot rreth procedurës së përzgjedhjes dhe kritereve të përdorura dhe të garantohet përfaqësimi drejt dhe i barabartë i shqiptarëve në institucionet e sigurisë, siç përcaktohet me kushtetut dhe ligj. Ndryshe që nga ardhja e qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut, çështja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ka qenë temë e përditshme debati midis partive politike.